Lufta në lindjen e mesme ka hyrë në një fazë të re për shkallëzimi, teksa Irani ka nisur gjatë orëve të natës një valë të re sulmesh ndaj Izraeli, si dhe ndaj Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuvajti në ditën e 22 të konfliktit. Teherani ka paralajmëruar se do të godasë edhe qytetin portual Ras Al Khaimah nëse, sipas tij, vijojnë sulmet ndaj ishujve të tij në gjirin persik. Autoritetet iraniane kanë konfirmuar gjithashtu lëshimin e 2 raketave balistike drejt bazës së përbashkët anglo-amerikane në Diego Garcia, në Oqeanin Indian, një zhvillim që ngre shqetësime për rritjen e rrezës së veprimit të arsenalit raketor iranian. Nga ana tjetër, ushtria e Izraeli bëri të ditur se një valë e re raketash është lëshuar drejt territorit të saj, ndërsa sistemet e mbrojtjes ajrore janë aktivizuar për të neutralizuar kërcënimin. Paralelisht, forcat izraelite kanë ndërmarrë sulme ndaj objektivave të lidhura me Hezbollahun në periferitë jugore të Beirutit, pasi më herët kishin lëshuar paralajmërime për evakuimin e disa lagjeve. Në këtë klim tensioni të lartë, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të lehtësojnë përkohësisht sanksionet mbi naftën iraniane që ndodhet në det të hapur. Masa synon të stabilizojë tregjet ndërkombëtare të energjisë, duke lejuar që rreth 140 milion fuçi naftë të hyjnë në qarkullim global. Zhvillimet e fundit tregojnë një zgjerim të konfliktit përtej kufive tradicional, duke përfshirë jo vetëm përplasje direkte, por edhe sektorin strategjik të energjisë, çka rrit ndjeshëm pasiguri në të gjithë rajonin dhe më gjerë.